Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të njëjtë të datës 20 mars. Ora 7 fiks nisim me emisionin në ora juaj, do të përcjellim fillimisht disa vrej lajmeve dhe zhvillimeve kryesore që janë raportuar së fundmi dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Qëndroni me ne me lajmet nga vendi në oranews.tv. Ekstradimi nga Spanja, Lulzim Berishës, avokati, asnjë deklaratë luftareçit nuk është konfirmuar para gjykatës. Po dalin eshtrat në sipërfaqe, qytetari flet për rrëshitjen e varrezave. Votat diasporës në rrezik, ende mungojnë disa akte nënligjore. Gazetari, prokuroria ka marrë në pyetje të dashurin Safet Bajrit, që në 2018 dhela të lirë. Alarmi nga Kopliku zbulohen në Mihaj, mbetje të rrezikshme spitalore mbuloheshin me dhe. Pasuria e ish kryebashkiakut të Kavajës SPAK kërkon kontroll të shpenzimeve dhe investimeve ndërvite nga Elvis Roshi. Lezhë zjarr në zonën moçalore të Rrillës, era e fortë vështirëson shuarjen e flakëve. Emrat Gjëkogo shpallfajtor dënon me burg 2 persona të akuzuar për trafik droge. Manastiliu mbështetje për 50.000 student, bursa sa paga minimale për programet prioritare. Kushtetuesja pranon kërkesën e gazetarit Qyno për shtimin e padislidur me asgjësimin e materialit të kopjuar nga SPAK. Në 2 prill pritet vendimi. Policia jep detaje nga operacioni në Gjirokastër, punonësit e OSHE-s mundësonin vjedhjen dhe shpërdorimin e energjisë elektrike. Ora 4 orë dëshmi për veli na bule tregoi transaksionet bankare dhe lejet e marra polici që i dha telefonin kryebashkiakut në SPAK, frik nga hakmarrja. I zhdukur prej ditësh 40 vjeçari gjendet i pajet në liçenin e Myshjetas. Apeli i posaçëm i ndryshon dënimin ish kryebashkiakes Libohovës Luiza Mandi, e lënë në shërbim prove. Parandalohet ngjarja kriminale në një familje në Dibër, arrestohet 38 vjeçari. U arrestua në nëntor, dërgohet për gjykim 39 vjeçari nga Lushnja i akuzat. 32 vjeçari gjendet pa shenja jetë në banesën e tij në Devon. Kundërshtoi dhe goditi policin, arrestohet 31 vjeçari në Tiranë. Shpërdorim detyre shkrihet OSHE e Gjirokastrës, 5 në burg, 5 në arrest shtëpie. Kërkoi nga Maqedonia e Veriut, arrestohet në Muriqan 51 vjeçari. Këta janë 2 vëllezërit që e kthyen banesën në shtëpi bari. Policia u fik llampat, u zbuloi një shtëpi bari në Laknas në pranga 2 punonjës i OSHE-s dhe 2 vëllezërit. Çështjet administrative të regjistruara në gjykatën e lartë shënuan rritje me 133% rasteve në krahasim me 2022-shin, ja arsyeja. Zbulohet një banesë ku krye aktiviteti palishëm në Laknas, një punonjës i OSHE-s i arrestuar. Zbardhen përgjimet e Sky ICC mes trafikantit dhe punonjësit policisë ke gati 22.000 euro. Shohim lajme nga politika. Incidenti në mitingun e Partisë Socialiste në Lezhë dhe shoqërimi 3 qytetarëve gjek markaj ustis nga policia. Manifesti 11 maj, sa vota i duhen një kandidati të thyej listën e mbyllur. Qytetarët do të mund të zgjedhin vetëm 1/3 e kuvendit të ri. Çela, si përfaqësuesi Pogradecit, sigurisht do doja të isha në listë të mbyllur. Rama i përgjigjet Bashës me këngën e Unikatilit, sa herë ke provu, çdo herë ke dështu. Listat ndezin para fushatën. Lita, PD dhe PS mund të bashkojnë besnikët dhe anonimët për ndryshimin e kushtetutës dhe SPAK-ut. Pa kënaqësi për primare, Dali Mehmeti, para se të futeshim, e dinin procedurën, duhen ka përcyer çështjet individuale. Balliu prezanton kandidatët për deputet Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti dhe Lili Sula në njësinë 3 në Tiranë.
programi për pronat, Berisha Olta Gjaçka merr 10.000 metra katror tokë publike, një pjesë i takon Kishës. Berisha nga 2014 deri sot janë drejtuar gjithsej 800 dosje, ka një vullnet për të mos zgjidhur problemin e pronave. Ngecja antarësimit në Bashkimin Evropian, nesho, Europa e ka kuptuar që situata në Shqipëri është katastrofë. Paloka prezanton kandidatët e Partisë Demokratike në njësi 7 në Tiranë, gjithçka ka ndryshuar në favorin tonë. Zgjedhjet Blushi fitoren në 11 maj, as nuk e diskutojmë, synojmë 84 mandate si koalicion. Ministri Asani vizit në Londër, takohet me sekretarin e jashtëm të Britanisë së Madhe, David Lammy. Rama në 29 mars takim me shqiptarët e Kretës, fitoria për Shqipërinë 2030 do të jetë e thellë 5-1. Përmbajtja e fletës ka rëndësi, jo modelit, Xhemollari, Jasi Spiropali po përdor fondet e kuvendit për fushat. Hije skandali Çollaku, policët në fushat me kandidatin e PS-s në matë. Berisha futet mes çiftit, Rama dhe Basha janë të dashuruar, por e kanë mbajtur të fshehtë. Bega i mirëpriti ambasadorët austriak, mirënjohje për mbështetjen që ka dhënë vendi i tyre. Berisha flet me emra implikimi i gjysmës së qeverisë në procesin Veliaj, tregues se ky është narkoshtet, pastrimi i Shqipërisë nis nga këta. Veliaj është i zhytur thellë në dosjen 5D Berisha Ramës, nuk e parë gjë akoma, ja kush është ministri që shan Derioni nga Qelia. Berisha vendi Dashnor Sulës është në PD, gaboi me Lapaj. Saliani komenton nga Qelia numër 6, lista Ramës, nga sindikata e krimit, të shoqata e delikuentëve. Berisha morë mbështetje të plot nga PPE për PD dhe fitoren e saj në 11 maj, Shqipëria s'mund të qeveriset nga bandat. Rama ftes për Dash Sulën, t'i bashkohet PS-s, por me kusht dezinfektimin e tij nga Këneta. Djali i kryeministrit, Bashkim Shehu, Partia Socialiste s'ka asgjë të majt, Ramën e ndryshoi pushtetin. Berisha u godit pa prova, media gjermane, zgjedhjet do vendosin nëse Shqipëria do të çlirohet nga diktati i Sorosit. Tabaku Erion Velia me ato që ka bërë, me korrupsionin, pastrimin e parave dhe skemat të tjera, ka ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Dosja Velia, biznesmeni Abule rikthehet në SPAK, Rama Altin Dumani nuk kishte shpatë në dorë derisa ja dha shumë. Takimi me kandidatët e Partisë Socialiste në Elbasan Mazniku synojmë mbi 100.000 vota. 11 maj, Rama me kandidatët e Elbasanit, investimi për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, votat të numri 5 i Partisë Socialiste në fletën e votimit. Jo me lajmin nga rajoni. Lista serbe janë kohët emisarit të Bashkimit Evropian. Jemi në regjimin e Kurtit Sorensen takon serbët e Kosovës. Alianca ushtarake që tërvoi Serbin, ministri Kroati përgjigjet Beogradit. Zbardhet atentatin ndaj shqiptarit në Selanik, një në Pranga dhe një në Kërkim. Vučić diskuton për bashkëpunimin e Serbisë me NATO dhe çështjet të zgjerimit me zyrtarët në Bruksel. Qytetari grisi librin e shenjtë në Prizren. Avokati s'ka ndodhur kurrë më parë në trojet tona. Kuvendi serb pranoi dorëheqjen e kryeministrit, Vučić paralajmëron zgjedhjet e reja. Kosovë PZAP refuzon 4 ankesat e subjekteve politike për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Kurdi 11 të zhdukur gjatë luftës janë gjetur dhe identifikuar në varrezën masive të Bishtazhit. Arrestohet shtetasi turk nga Fast Kosova, cili ishte i kërkuar nga Interpoli.
akt akuzë kundër një shqiptari që dyshohet se kreu krime me forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Fotografi personal i Hashim Thaqit, edhe pse i madh në historinë tonë, ndje i vogël para prindërve. Tragedia me 10 viktima në Koçan, prokuroria kërkon vazhdimin e masës paraburgimit për 16 personë. 26 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes Kosovë-Serbin në Paris. Policia e Kosovës zbret në aksion kontrolle në jug dhe veri të Mitrovicës. Ikni sa më shpejt pamje të rënditse nga tragedia në Koçan, të rinjt shtyn njëri tjetrin për të shpëtuar. I thash babait të Thaçit se do të sjellë një mysafir, flet doktori që përpiloi raportin e detajuar për Hagën. Ndërkohë vijoj me lajmet nga bota. Ish mafiozi i familjes Gambino me prejardhje shqiptare, John Alite, bëhet këshilltar bashkiak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Armbushimi Zelenski, kushtet e Putinit synojnë dobësimin e Ukrainës. Europol Inteligjenca Artificiale po e përkeqëson krimin e organizuar. Zvicra, në këmbë, policia dhe qytetarë shënjestrojnë pedofilet. Vatikani sjell detajet e fundit nga gjendja shëndetësore e Papa Franceskut. Trump paralajmëron sërish Iranin mos i furizoni rebelët e Huthit me armë. Shpangja e tarifave, disa biznese kanadeze mendojnë të transferohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ukraina njofton sulme të reja ruse, goditet me raketa për herë të dytë brenda ditës infrastruktura hekurudhore. Ja cila është garancia e parë e sigurisë që ofroi Trump për Ukrainën. I kërkuar për 5 vitesh në Gjermani, shqiptari kapet në Itali. Meta bllokon kanalet e platformave sociale të medias pro Duterte në Filipine. Biseda Trump-Zelenski, nga çfarë diskutuan dy liderët në 60 minuta. Arrestimi i rivalit Erdogan, lira turke pësonoroni rekord brenda orësh. Biseda telefonike me Trump, reagon Zelenski, diskutimi sinqert dhe thelbësor. Strategjia e re e sigurisë, von der Leyen duhet të blejë më shumë armë europiane. Wall Street rri mëkëmbët përpara vendimit të Fed për normën e interesit. BE përjashton Britaninë e Madhe nga fondi i riarmatimit për 150 miliardë eurosh. Kryeministria daneze, Europa duhet të jetë plotësisht në gjendje të mbrojë veten. Gjermania do të emërojë Baerbock për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Këshilli Evropian dënon arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit. Ky veprim shkon kundër vullnetit të popullit. Video panik në Virginia. Një person qëllon me armë jashtë selisë së CIA-s. Ushtria izraelite kemi filluar një operacion të ri toksor në Gaza. Patëm një bisedë shumë të mirë. Trump pas telefonatës me Zelenskin, jemi në rrugën e duhur. OKB më shumë se 150 fatkeqësi klimatike goditën botën në vitin 2024. Hakimi masiv i llogarive të Gmailit dhe FBI shqetësuar, këto janë 3 shenjat sinjalizuese. Ishulli 30 km larg Sao Paulos, ku nuk mund të mbijetojë qenia njerëzore. Arrestimi i kryebashkiakut Ekrem Imamoglu shpërthen protesta dhe incidente në Stamboll. Studiosit zbulojnë një sekret 770.000 vjeçar në Arktikun kanadez. Pas debatit të ashpër në zyrën ovale, Trump dhe Zelenski do të flasin për herë të parë në telefon.
Portreti gjysmë Putin, gjysmë Trump në mediat ruse, pse në Moskë telefonata mes dy liderëve shihet si fitore. Çfarë pritet të ndodhë? Boll luftës, Netanyahu rinisi sulmet në Gaza, shpërthejnë protestat në Izrael. Telefonata ishte një dështim. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Putini po luan, Trump nuk arrin ta shohë. Mashtrojnë Netflixin, arrestohet regjizori i Hollywoodit, $11 milion investoi në kriptovaluta. Humba 12 kg, kisha thyrje hunde dhe çari brinjësh, aktoria publikon foto dhe rrëfen dhunën nga ish-partneri. Të radhës dhe të fundit, lajmet nga sporti. Nis gara e klubeve, Gasperini do të largohet nga Atalanta. Do të jetë Messi në botror, Martino po e menaxhon në mënyrë të mençur, ka një moshë të caktuar. Koman, bekim të kesh një lojtar si Yamal, po, disa herë do ta parkojmë autobusin. Tradhon sërish Brunën, Neymar kapet mat me 20 eskorta. Real Madrid Arsenal përplasje edhe në Mercato në shënjestër futbollisti bask. Ka shënuar 6 gola me fanellën e marit të zindron jetë në moshën 43 vjeçar. Skandal në Akademinë e Manchesterit, lojtarët e rinj të akuzuar për manipulim moshe. Lautaro mungon edhe ndaj Brazilit, kthehet në Itali. Video kombëtare e Shqipërisë mbri në Londër të premten sfida me Anglinë. Pickford karikon anglezët të dalin të parët, më pas të marrim avionin për në SBA. Nagelsmann shpresojmë të bëjmë të lumtur shumë gjerman. Ja gatuan nëna e tij, e dini kush është pjata nga e cila Cristiano Ronaldo nuk heq dorë kurrë. Liga e Kombeve, mbrojtësi i Belgjikës largohet nga grumbullimi. Gati për në Wembley, broja në stol, Silvinho mbyll formacionin anti-Angli. Thomas Bach, shpërthen në lot, do të jetë presidenti i nderit i IOC-s për gjithë jetën. Shqipëria pa krah konfirmohet mungesa e madhe ndaj Anglisë. Real Madrid sjell NFL në Europë, Miami Dolphins do të luajnë në Bernabeu. Video, Strakosha dhe Muçi festojnë ditëlindjen e tyre në grumbullimin me kombëtare. Portugalia u nis me një orvones drejt Danimarkës për shkak të motit të keq. Futbollistët e Shkupit në stërvitje me slotësh, Andrej do të jetë gjithmonë pjesë e familjes tonë. Rashica ndeshjet ndaj Islandës, ndryshe nga ato që kemi zhvilluar më parë. Foda, kemi ekip luftarak, të fitojmë të dyja ndeshjet ndaj Islandës. Olimpiada Imane Kelif do të shkojnë në Los Angeles, politikat e Trump nuk më trembin. Kombëtare mbyll përgatitet për Anglinë. Nuk po shkëlqente Chelsea, Sancho mund të vihet në dispozicion të Amorim. Lautaro humb ndeshjen me Uruguayn, ruhet për duelin e madh kundër Brazilit. Champions Kupa e Botës, topi i art Yamal replikon me inteligjencën artificiale. Raundi i dytë i kualifikuesve të Euro U17, Shqipëria triumfon ndaj Azerbajxhanit me rezultatin 4-1. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe ne kthehemi në studio për të vjuar programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin me ju. Përmes si gjithmonë 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm që duke se ka nisur jo mirë në fakt, po t'i referohemi këtij zhvillimi të minutave të fundit, një aksident të rënd bëhet fjalë në aksin rrugor Fushkruj-Vor, raportor për disa viktima. Mirë, ora 7:20 jemi në pjesën e fundit të pjesës së parë, po ashtu nëse mund t'i quajmë të tilla. Alo, mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, do të
Ule zërin e televizorit. Ule zotëri zërin e televizorit, ule. Po ule zërin e televizorit, zotëri. Më falë një sekundë. Po fike më mirë. Mirë. Të lutem ule se do ta mbyll pastaj, ë? Po largo nga aty, more. Ja, në rregull. Qoli kam një objekt 4x të regjistruar. Po. Edhe e kam me certifikat pronësie. E kemi ndarë në 7 certifikata për arsye sepse jemi pjesëtar unë, motra, vllai dhe zëndri. Edhe tash duam të bëjmë akzurimin. Po. Duam të bëjmë akzurimin. Tash desha të pyes, ka taks akzurimin në këtë rast? Varet ku t'ia dhuron. Tash motra për shembull, nga 7 certifikata, 2 certifikata e ka motra bashkë me zëndrin. Varet ku t'ia dhuron, o i nderuar. Po, atëherë motra ma dhuron muve. Po, ka taks. Bashkë me zëndrin. Po, ka. Kurse unë bashkë me nusën time, ja dhuroj motrës dhe zëndrit. Keni taksi dashur. Ka taksë? Po. Po rivlerësimi hyn punë këtu? Rivlerësimi nuk cili rivlerësimi? Keni bërë atë përpara me 3%? Apo se ke bërë? Po, rivlerësimin. Kur e ke bërë? Faktikisht rivlerësimi është do në kohën kur objekti ka qenë nuk ka lidhje me këtë. Në proces regjistrimi me leje ndërtimi. Nuk ka lidhje. Jo, nuk mund bësh proces rivlerësimi pa certifikat pronësie. Po pra, ne kemi bë pagesën e rivlerësimit. Po si e ke rivlerësuar pa certifikat pronësie? Po ka qenë një klauzulë sepse objekti në atë kohë ka qenë në proces regjistrimi me leje ndërtimi. E kuptova, edhe sikur ti jeti nderuar, nuk ka lidhje me taksën që do paguani. Nuk është për rivlerësime, është e shkëputur kjo e dhurimit. Më kupton? Pa edhe motra me vllajin? Po patjetër. Prandaj thashë ku nëna dhe babai kur ja jep fëmijës, jo, nuk ka. Po, kjo është një pronë e cila ka ardhur nga nëna dhe babai jonë, domethënë. Po, e kuptova. Por që kështu është. Një glodë faleminderit. Falenderoj shumë edhe ty për telefonatën. Faleminderit. Po. Iki me tjetër, alo, përshëndetje. Kemi telefon? Alo, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin flas. Klodi jam. Jam datë linja 60. Në 16 maj me bie të dalë pension. Po. Sa përfitoj nga kooperativa? Në të shkuptim sa përfitoj? Vitet. Aq sa ke punuar? Datë linja 60. Po nuk e di sa ke punuar, i nderuar. Si çdo më thon sa përfitoj nga kooperativa? Po. Po. Po, të linte dhe roza pa punën, e ke parasysh. Me dashur edhe një herë, se s'po kuptohemi. Ti më thua jam datëlindje 60 apo jo? Po. Dhe më thua sa përfitoj nga kooperativa, po nuk e di sa ke punuar ti. Në 84-ën kam mbaruar. Po. Ule zërin televizorit, të lutem, ule. Po, e ule. Ule në zero se na pengon. Në zero është. Po, më thuaj dashur. Në 85-ën kam filluar punë në kooperativa. Po, pra këtë më thuaj, po? Sa vite më takojnë mua? Oj, dashur, po edhe një herë, po... Më dëgjo pak? Po? Unë filloj punë sot në Ora News. Sa vite do vazhdoj unë këtu? Kështu e bëni pyetjen ju. Pra më thua, kam filluar në 84 dhe thua sa më llogaritëm. Po sa ke punuar, o zotëri? Sa ke punuar në kooperativë, dashur? Në kooperativë, në më qenë në 84 deri sot qëroj, në punë jam. Aha. Po nuk ka kooperativë të bujësore tani, më nderuar. E po nuk ka tani, po deri në 90-ën që u kthe sistemin kooperativ kam punuar. Po, 84, 6 vjet. E që në çmoshë njën këto. Që po, pra këtë më thuaj, që ka mosha 14 vjeç në disa raste ku janë të rregullta. Faleminderit. Asgjë, të lutem, faleminderit ty për telefonatën. O kuptua më në fund. Okej. Presim edhe një telefonat tjetër përpara hapësirës së
e reklamave. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Unë kam bërë një kërkesë dhe ka aplikuar. Çfarë ka aplikuar? Ule zërin, zonjë. Po. Dhe kam të dërguar në Instagram atë aplikim. Kam bërë për një certifikat pronësie. Me emër? Me emrin Skënder Malliku. Ule zërin televizorit hera e fundit. Po. Ule, të lutem e dashur. Emri dhe njerë Skënder kush? Malliku. Ikim në publicitet. Ikim në publicitet dhe vim në pjesën e dytë. Kthehemi në studio në pjesën e dytë programit. Ora 7:30 flasim për ujin, të konsumosh ujë të mirë, është detyrim le të themi dhe këshill mjaft e domosdoshme, sepse do të shmangni goxha probleme shëndetësore që mund të shkaktohen si pa e kuptuar, por kështu ndodh. Zgjedhja e Kosovës për shëndetin tuaj dhe për financat, vetëm 12.000 lekë të rinj në vit do të keni ujë pa mbarim. Sasia për 200 litrash është besoj e mjaftueshme dhe tepron për mbushur çdo nevojë në familjet tuaja, por e vetmja gjë që duhet bëni është telefononi 067 40 40 504, pajisuni me filtrat e Kosovës, të cilët bëjnë të mundur trajtimin e plot të ujit e mineralizojnë atë, japin atë formën dhe përmbajtjen e duhur që duhet të ketë një ujë normal. Faleminderit e Kosovës, i kthehemi komunikimin me ju dhe për këtë pjesë të dytë, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Për atë aplikimin desha informacionin. E ke ulur zërin e televizorit? Kam dërguar që në dhjetor. Zërin e televizorit e ke ulur e dashur? Po. Po, më thuaj. Dhe që në dhjetor pra kam dërguar atë aplikimin. Ku ma ke nisur? Ku ma ke nisur? Dhe nuk kam marrë si përgjigje. Ku ma ke nisur e dashur? Në Instagram. Me emër? Në Instagram është emri Lumturi Malliku. Një sekund. Lumturi? Malliku. Molliku apo Malliku? Malliku, me M. Me A apo me O? Me A, Malliku. Një sekund. Skënder Malliku. Një Albania e ke I Albanian e bashkëshortit e ke hapur e dashur? Po. Për herë të fundit, kur? Për herë të fundit, është nuk e bajtë. Duhet ta kontrollosh dhe më shkruaj në Instagram. Po. Mirë? Mirë, Faleminderit për telefonatën. Para se të shkojmë tjetër telefonat, informacion i përgjithshëm i asaj se çfarë ka ndodhur. Tham edhe pak më herët një aksident tragjik i rënd me 4 viktima, janë 4 të rinj, ku policia thotë që në datën 19/3/2025 rreth orës 23:50 në fushë Prez nga shërbimi i qarkullimit rrugor është konstatuar një automjet i cili kishte marrë flak dhe përpara tij qëndronte një automjet betoniere. Nga hetimet e kryera me qëllim zbardhjen e ngjarjes rezultoi se automjeti drejtohej nga shtetasi 25 vjeçar L dhe dyshohet se është përplasur me automjetin betoniere drejtuar nga shtetasi AK 24 vjeç, i cili pas aksidentit është larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë përplasjes dhe përfshirjes së automjetit nga flakët, ka ndruar jetë drejtuesi i automjetit L 25 vjeç dhe 3 pasagjerët në mjetin e tij, L 20 vjeç, EK 24 vjeç dhe AL 22 vjeç,
Sa kaq thot policia në njoftim për mediat, në vijim të veprimeve u shoqërua për veprim të mëtejshëm drejtuesi i automjetit betoniere, shtetasi AK 24 vjeç, ndërsa në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet me qëllim dokumentimin e plot të ngjarjes. Kjo është edhe foto nga pamje nga aksidenti. Pas aksidentit, në fakt duke që ka qenë përplasje e rëndë, kjo edhe ka çuar më pas në atë bilanc tragjik, 4 viktima, 4 të rinj ka ndruar jetë në këtë ngjarje vërtet shumë të rëndë. Shprehim ngushëllime familjarëve, patjetër edhe pse ka fjalë që ndoshta mund të qetësoj shpirtin dhe zemrat e tyre. Okej, kthehemi pas kësaj ngjarje të rëndë, kthehemi me telefonata. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jem nga Kokshi, desha me pyet për tetraplegjikt. A marrin shpërblim 100.000 lekë? Nga paguani ju nderuar. Nga bashkia. Jo, për fat keq. E pa dhënë financat, për ndaj pyet. E kuptova. Jo, i nderuar. Faleminderit. Ngushëllime familjarëve, viktimave. Patjetër. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit shumë. Ikim me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Alo. Kemi telefonata po? Po mund të ma thoni pas 1 alo, jo pas 7. 7:36 ora, po thoja 7:36. Alo, mirëmëngjesi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Faleminderit. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ishte unë jam nga Durrësi dhe dyja ime është 64 dhe pret me dalë pension. Desha të bëj pyetje. Thuhet që kur masit mush për shembull 60 vjeç nuk dihet me paguajt mos, i kam paguajt ka 13 vjet punë. Jo, nuk është e vërtetë nderuar. Nuk ka problem për shembull pse ka la 60 dhe i paguaj. Edhe 65 paguan, edhe 62. Edhe 65, edhe 1. Po ka një gjë. Dëgjoj pak. I vetmi kufizim është ky. Që në rast se ka kaluar 60, apo sa do që të ketë kaluar, nëse e kalon moshën e pensionit ose është 61 10 muaj sa del në pension dhe do të paguaj, nuk mund të paguaj në rast se i ka plotësuar 15 vite. Ja, nuk i ka plotësuar 15 vite. Në rast se nuk ka plotësuar 15 vite, i paguan edhe pasi të plotësoj moshën, por nuk mund të paguaj më shumë se sa edhe aq. Po pse shumë mirë. Për shembull, më dëgjoj pak. Po pse? Supozojmë se një person ka 10 vite punë. Dhe grua dhe është 60 vjeç. Pra që se ka plotësuar moshën e pensionit. Ky person mund të paguajë edhe 10 vite të tjera për t'i bërë 20, për t'i bërë dhe 25. Më kupton? Ndërsa një njëti person ka 10 vite dhe ka plotësuar moshën e pensionit, nuk mund të paguaj në këtë moment edhe më shumë se sa edhe 5 vite, që të plotësoj minimumin 15. Pra ky është penaliteti, po themi, nëse mund ta quajmë të tillë. Faleminderit. Shumë faleminderit, Lodi. I nderuar, respektoj. Të lutem, faleminderit ty. Kemi telefonat tjetër? Mirëmëngjesi. Si e mirë vëlla. Urdhëro. Ora, këto invalidët që janë grupi i parë, shoqëruesit do marrin shpërblim vëlla ose kuptova këtë para prandaj. Jo, i nderuar. Nuk merr shoqëruese? Jo. Okej, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Merrem unë me atë mos. Alo. Ule zërin e televizorit. Alo. Urdhëro. Se ndonjëherë harrojnë këta të regjisë. Po. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes. Dëgjoj, pa aty hapësh dërgova ato dokumentet e aplikimit në Konstantin Bani nga Vostopoja. Kosh. Ku mi dërgove? Kam 2 javë që ti kam dërguar. Ku mi dërgove?
Ku mi dërgove? Ty ti nisa me post. Me post? Po. Po duhet ta shoh nëse ka ardhur, ka ardhur? Ka erdhur me fleta që Kur ka ardhur? Me fleta e postës që u dozua Klodit, i dozua karta Klodit. Një sekond, kur? Po kam gati 2 javë. Jo more kur ka ardhur fleta? Para një ditë kështu, i dërgova si sot, unë të nesme me fleta që ja kam dërguar, e kam marrë Klodi, tha. Më lejo ta verifikoj dashur, me numrin e telefonit? 068 29 Po. 53 53. Po. 555. 35, a? Po. Okej. Mirë dashur, faleminderit. Faleminderit ti. Gjithë të mirat. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë i dashur. Si? Dëgjoj, jam Agin nga Sorreli. Edhe kam një tokë arë me një sipërfaqe 1000 m2, kam më mbi 10 vjeç, si përdorues. Duhet ta bëj timen në qoftë se ka një ligj që blehet toka, kështu kam zgjuar. Po pse është shtet ajo toka? Po, është tokë shtet. Unë kam marrë në përdorim. Kam mbillë vite si kohë dhe kam dëgjuar një rast që një grup si puna ime bisedojmë me ty e the mund ta blesh edhe me çmimin e shtetit kundrejt rregullave të ligjit. Patjetër, po dëgjoj pak, ajo që duhet bërë e para i nderuar është aplikimi për statusin e asaj prone. Nëse nuk e ke bërë, dhe pasi kadastrat të përgjigjet për statusin e pronës, ti pastaj nis procedurat për ta bërë tënden. A fillon nga kadastra? Po, patjetër po. Nëpërmjet gjemtave që kam të firmosur nga nëpërmjet të gjitha dokumenteve ti bën një kërkesë për planin për statusin e asaj prone. Domethënë kjo blihet po ta fillojmë kështu si studi, ëh? Blihet në rast se është në statusin për tu blerë. Okej, e kuptova po. Kështu që bëje këtë dhe s'ka asnjë problem. Faleminderit Klodi, të përshëndes. Të lutem, faleminderit. Zoti vllaç e smart viza. Faleminderit shumë. Edhe ty për telefonatën, shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Si janë ju? Si jeni ju? Kisha dy pyetje shkurtra që të mos u hako. Nga çfarë dibër? Fletët që nuk i japin në për ndihmë ekonomike shpërblim. Nuk ka për ndihmën ekonomike dashur. Nuk ka, po për invalidët e grupit 2. Nga paguën. Se bashkia. Jo, edhe të bashkisë joj dashur. Mirë. I do votat kjo ua. Kjo atë merret me njerëz të vdekur. Ti je mirë. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Urdhoni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Desha të pysh kom gruan në Nim Kempi. Vitet e kempit. Ka kalu moshën e pension 62 vjeçë. Vitet e kempit. A zinën vjetërsi pune apo jo? Në rast është paguar nga sigurime shoqërore, po. Po, që ligja ka dalë laj kooperativa bujqësore, a është venduar që procedura zyrtare për munjo vitet e kooperativave? Ka dalë nderuar. Përfundimisht. Ka dalë. Po. Mirë, faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit e ty. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Urdhëroni zonjë. Jam një zonjë nga Tirana. Me 12 vjetor, im shoqë është operuar me kancer në zorën e trashë. Ka ndonjur 10 ditë në spital, ka marrë 2 muaj raport nga spitali, dhe pastaj është ndje, po ndiqet nga kempi, derisa të dali, po ndiqet me raport të shtyr derisa të dalin në kemp. Problemi jonë është se nuk i ka kaluar lekët e raportit. Domethënë ndërmarrja i ka kaluar vetëm 14 ditë, dhe sot i kanë sigurimet. Shkojmë te sigurimet, thonë nuk na ka ardhur. Shkojmë te ndërmarrja thotë i kanë sigurimet, nuk po merren vesh për 4 muaj. Janë të shpeshta këto probleme dashur. Si e ka emrin personi? Vladimir Thoma. Thoma? Po. Po babai i Vladimirit? Vangel. Ku jeton? Në Tiranë. Ka shpesh probleme në kësaj natyre, se ç'është një lloj mos rakordimi aty dhe e kanë bërë duke kapur veshin e majt me dorën e djathtë. Se na shkon mendja ata presin të vdesin që t'i kalojnë raportet, ai është i smur.
ka nevojë, domethënë. Mirë I plotësojmë ato gjendja ekonomike, po tash është normale 4 muaj. Të pyesim pas emisionit, zonjë, mirë? Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një nga Kanza. Kam bërë një legalizim që në muajin tetor edhe më kanë marrë një diferencë paresh më shumë se sa I takon. Çfarë kam bërë? Legalizimin kam bërë. Po, çfarë kanë mbajtur? 50% më shumë kanë mbajt pagën. Pagën e kujt? Pagën e tokës, të trullit bashkë me shtëpi. Po si e vërtetonin që kanë mbajt 50% më shumë? Po e kam se me këthim dokumenta, shkova në bank, I pagova, shkova në bashki, u ankova, kosta e tjesa se ti kanë mbajt më tepër. E na pensionist, di pensionista dhe në ato konde një zbritje. Po I pagove me faturë? Po, me faturë gjitha. Po një kërkesë me shkrim I nderuar tani. 4 fatura kam bë, 4 kërkesa kam bë, edhe më e fundit pak dje kam qenë atje, tek drejtoria e përgjithshme e lartë edhe pra pas një përgjigjes për na vjen. Po çfarë do thanë? Do të shikojnë. Ban kërkesa, kam bë 3 kërkesa, kam bë këtu në qendrës poshtë, një drejtorisë përgjithshme atje edhe asnjë lëvizje të punë. Çudi e madhe. Në emër të kujt është legalizimi? Muharrem të Qilla. Këtu banon, Në Kamës. Po mirë, ti nuk e dijem përpara që përfitoje? Po nuk e dija, shkova tek bashkia, thash më ka një llogari thash kështu. Ai më thash sa atje janë kosa se ta kanë marrë padrejtisht. Shkova atje pranuan ato se është bë padrejtisht. Sa ishte shuma? Mirë, por nuk po vjen asnjë lëvizje në veprim s'po vjen. Sa ishte shuma? Shuma ishte 11 e gjysmë. Çfarë bëri ti me kaq? Urdhë? Okej, s'ka gjë. Mirë Muharrem. Nuk, urdhë. Të pyesim them, nuk ç'të them. Po e shënoj. Mirë. Faleminderit për telefonatën. Ke nevojë për numrin? Jo, s'ka problem, do pyesim për rastin një herë pastaj, se numrin e gjejmë në letra, s'ka problem. Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni zonjë. Si jeni? Mirë si jeni ju. Mirë. Jam një zoj nga Babronja. Edhe I herë të marrë për këtë rrugë. Gjitha rrugë ka 10 vite si janë shtru. Kurse rruga jo si vjetë jo mas votinë, jo para votinë, dhe lutëm na banë diçka për këtë punë. Çfarë mund të bëjmë ne, për shembull? Se, okej, kemi folur edhe herë tjetër, po çiko, kemi thënë gjithmonë që për problemet e rrugëve, okej, ne mund t'i përcjellim, por ideja është që ka një projekt se si ato bëhen nga ana institucioneve lokale. Kështu që mirëmëngjes telefonat. Alo? Alo, tani gjej. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi, do të pyes lutem, do këto vitet e punës nuk e di çfarë informacioni mund na ndihmoni juve. Këto vitet e punës janë që kemi punuar në Greqi. A do na nihen më buri dhe? Deri tani jo, I nderuar. Asgjë, Deri tani jo, nuk ka një marrëveshje mes dy vendeve. Nuk. Më vonë, pastaj. Këto shkojnë bëjnë marrëveshje me vende që janë pas janë 20 shqiptarë nuk merren me si trumorën me Italinë dhe me Greqinë, por me gjithë Shqipërisë në Greqi në vitet punë krim. Çfarë bëhet? Mirë do ishte në fakt sepse Italia dhe Greqia kanë numrin më të lartë të emigrantëve, kështu që edhe aty është më domosdoshme. Ne pastaj çfarë bëjmë me politikën tanë, ta politizuar po. Ne. Nuk e di. Megjithatë faleminderit. Asgjë të lutem. Presim tjetër? Alo? Urdhroni. Alo, Klodi. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Urime për emisionin. Ju telefonova edhe dje për problemin e asaj legalizimit që u kam shkuar zratin atë deklarimin. A kupton? A verifikuat ka ardha apo jo? Cili rasti nderuar? I djeshmi Fatmir Uka. Prit. Po. 14.509 dosja Fatmir Uka. Emri. Nga? Zotë Shia Durrës. Po ka ardhur I nderuar, e kemi përcjell. E kemi përcjell, Po. Do të të marrim në telefon.
Po, e di që më ke dhënë të përgjithë ti, po s'po morin, më kalu 20 ditë. Jo, do të marrim ne në telefon, se nuk ka shumë që na ka ardhur kjo e zarfit tuaj. A shumë, Po. Po sa kohë që ka ardhur, si kam si. Se din. Të duhet llogaria patjetër. Urdhë? Të duhet patjetër llogaria sa ditë ka. Jo, pa ditë, nuk është kusht. Nuk është kusht, jo, po, duke të bëjt kohën që e ka të misë, tytat postës, sa të shkojnë në fabën nga bitës, pra ndaj tytat, për këtë. Nësu shqetëso fare tash. Ate e të telefonata, ne? Patjetër që, po, si gjithë të tjerë. O, shëndej. Të përshëndes shumë, faleminderit dhe juve për telefonatën. Do të presim të radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes tash. Jam një dëgjuese e rregullt të televizorit tuaj. Faleminderit shumë. Jam e interesuar për vitet e pensionit. Na 78 deri në 82-shin i kam në përmet, do me thënë në kryqësyr, panarit kryqësyr. Ndërsa na 78 e më tu i kam në fshatin Marica i të Tepelenës. Unë jam në prag të pensionit, edhe dua të them, ka nevojë të vete ti mbledh vitet në Gjirokastër, se në 93 dhe të hu. I ke në sisteme dashur. Në sistem, edhe ato i kam të vitet që kam atje, ku do t'i gjej të vete në Gjirokastër, apo më dalin pavajtur unë? Si pavajtur, i ke në sisteme dashur, s'ka lidhje fare. Po në sistem kërkuam ne nuk janë në 93 dhe të hu. Po çfarë thon sigurime shoqërore për këtë periudhë? Tani unë dua vitet e punës të pensionit. Këto vite që nuk të llogarisin, që nuk i gjen dot në sistem. Po. Ku ka punuar? Unë ka punuar në kooperativë. Po pra, çfarë moshe ke? Unë jam në prag pensionit. Në tetor kam mbushur 61 dhe në behar dal në pension mbas. Po s'ka problem. Shikon, në rast se këto vitet ish kooperativës bujqësore nuk të dalin në sistem. Po. Do të llogariten dhe do të njihen me këtë ligjin e ri që ka dalë. Po. Tani në Gjirokastër s'ka përse të vete të mbledh vita. Jo, fare zoj. Kur të vi momenti, nëse edhe në atë periudhë nuk do të reflektohen në sistem, thjesht do bëhet një kërkesë thjesht të sigurime shoqërore dhe kaq për ato vite që zgjidhen me këtë ligjin që është miratuar. Do me thënë të bëj kërkesë në sigurimet shoqërore këtu në Durrës ku jetoj. Po, në drejtorinë rajonale, aty në Durrës, në rastin konkret. Shumë faleminderit, gjithë të mirat. Asgjë fare, të lutem, faleminderit ty. Mirë dëgjofshim. Telefonata mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Zoti Klodi. Klodia. Jam një qytetar për problemin e zonjës, të gruas. Edhe kam aplikuar e në Albania, edhe e me posti kam berë, kam rrët një muaj e ca. E s'm ka ardhur as një përgjigje. Vete atje kontaktoj do të njëri. Si nuk kontaktoj do të njëri? Nuk kontaktoj do të njëri në sigurime, se kam vetëm atë të Albanias, kodin shumë shifror, shumë shifror, dhe kodin e postës, dhe mandatën e postës. Po kontrollon në Albania, pse të... Nuk na del. Si nuk del? Nuk del përgjigje në Albania. E kontrollon djali, po s'del përgjigje. Çfarë thot? Asgjë, vetëm një dokument që kemi marrë ku ka qenë invalide. Për çfarë për çfarë ke aplikuar ti? Për pension. Sa kohë ka kaluar që ke aplikuar pension? Që kam aplikuar për herë të fundit ka qenë... Si për herë të fundit? Datën 14 shkurt. Si për herë të fundit, ndëror, nuk e kuptoj. Çdo më thon për herë të fundit. Aplikimin që ka bëra për herë të fundit për kërkesë për të mbledhur vitet e kooperativës. Për vitet, kur del në pension? Është në diskutime në letra, e kam mbushur moshën, ajo? E ka plotësuar. E kam mbushur moshën, por është me 2 emra. Personi është me 2 emra. Si e ka emrin e parë? Emrin me pasaportë e ka Natasha, me... Po në bordero? Koha, Zalet. Mos u lodh kot i nderuar, se sa më shumë të kalojnë ditët është në domin tuaj, vetëm gjykata ta zgjidh këtë.
Po e kam bërë vendimin e gjykatës, gjykata e ka caktuar emrin, pastaj është me vonesë problemi i pensionit. Edhe një herë. E kam bërë me gjykatë. Por nëse e ke bërë me gjykatë, aplikon për pension pastaj, pse aplikon për emrin? Kam aplikuar dhe për pension, se kam vendimin e gjykatës. Kur ke aplikuar për pension? Kam aplikuar më parë. Po jo, edhe një herë. Kur ke aplikuar pasi more vendimin e gjykatës për emrin? Morëm se ishim në kohë të invaliditetit atëherë. Edhe njëri dashur, më trego kur ke aplikuar për pension, pasi more vendimin e gjykatës për emrin? Nuk e mbaj mend si vit. Ka në një vit e gjysmë 2. Po jo mos si një vit e gjysmë edhe s'të ka dalë pensioni sot? Po jo pra jo. S'ke aplikuar atëherë. Po nuk zjat kaqe, deri në 45 ditë zjat i nderuar. Mund të shkoj 2 muaj, 3 muaj, hajde, po jo. Unë aplikova më datën se më bëra këtë kërkesën tash që të njihen vitet e Nëse ke bërë në 14 shkurt i nderuar, ke kohë sepse është brenda afatit kthimi i përgjigjes, dakor? Po s'kam ku kërkoj. Në Albania. Faleminderit. Të lutem. Shkojmë publicitet, vim pas pak në pjesën e tretë të programit. Mos u largoni. Themi në studio në pjesën e tretë të programit. Ora 8:02 minuta, vijon komunikimi me ju prej orës 7:20. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Përshëndetje zotërin Shënvinje. Alo. Alo, përshëndetje. Kemi telefonata apo jo? Okej. Shkojmë tjetër në 068 99 00008 068 60 54 639. Po, e kuptova. Alo, përshëndetje. Ju lutem uleni zërin e televizorit. Përshëndetje. Ule, o zonjë. Ule. Përshëndetje. Kisha një problem. Ule zërin përpara se të flasësh, të lutem. Ule zonë në rëmkull. Ule në zero, të lutem. Zero, kërëtor. Alo. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kisha një problem me motrën time. Ajo jeton në Plos të Burrelit, edhe merr një pension social, nuk ka asnjë të ardhur tjetër. I bën i përsërit letrat çdo vit. I përsërit letrat çdo vit? Po, me Air Albanian, e kuptoj, i dërgojnë në Peshkopi ato. Po, në rregull është. Po, në rregull, po, u bën 4 muaj që asaj nuk bëj vjet pensioni. 4 muaj që si ka ardhur akoma. Ja ka ndërprerë, ë? Nuk e di, se çaj kanë bërë tani në Zlima, se gjaja është shumë e vjetër, është 80 vjeçë, nuk ka mundësi të shkojnë ta kërkojnë. Unë jetoj në Tiranë, jam smur për vete. E kuptova. Çuditshme. Po pra. A ta jap emrin o? Po atë do, sa po ta çoj këtu në rregull. Po, si e ka emrin? Hane Alushi. Më ke marrë deri tjetër më duket apo jo? Jo. Okej. Ngjashmëri emri me sa duket. Mirë, në rregull, faleminderit dashur. Edhe desha të më diçka tjetër. Po. Për të shpërblime që janë marrë, që na i kanë dhënë. Tani burri im merr 201.000 lekë, e ja 300 qindarka. Shumë aty pensionist e kanë marrë 100.000 lekë me edhe në janar. Se kanë dhënë ti, e tani vetëm 50.000. Po, çfarë problemi ka pra? Po, nuk ka në pension të madh, 201.000 lekë. Po, aq është me tavan, le të themi. Kush e ka 200 e sipur, merr më pak. Kush e ka 199.9? Po, tani 1.000 lekë më pak, 1.000 lekë. Po mirë, po sa e ka bashkëshorti? 201.000 lekë. Po, e 300 qindarka. Okej, 201.000 lekë. Po ai që e ka 202.000 lekë, duhet përfitoj? Po, disa i kanë marrë, Jo, edhe një herë, e dashur, më dëgjoj pak. Bashkëshorti jote ka 201.000 lekë apo jo? Po. Dhe ti thua pse nuk e merr maksimalen? Po. Po ai që e ka 202.000 lekë, duhet ta marr maksimalen? Po nuk e di tani, disa i kanë marrë aty, se unë kom pyetur. Nuk e ka marrë askush e dashur që e ka mbi 200 atë maksimalen. Më kupton? Sepse në një moment ajo do vi do ndaloj, se ti të drejt në kuptimin e 1.000 lekëshit, okay, në rregull e ke. Po diku duhet ndaloj kjo gjëja.
Ma kupton? Prandaj është që kush e ka deri në 200, pra 199 merr më shumë. Kush e ka 200 e sipër, merr më pak. Dhe sa do të jetë 200 e 100 darkë, 200 darkë e 3, sepse nëse përfiton ai me 201.000 lekë, thot ky me 201.500, po pse mos e përfitoj. Thot ai tjetër pastaj, po unë me 202 pse? 203 shkon 1 milion ajo pastaj. E kupton? Në një moment duhet të ndaloj kjo gjëja. Të përshëndeset dashur. Inshallah do mos vide këtë problem në motrës së herë. Për atë do pyesim patjetër. Faleminderit e dashur. Rrosh. Gjithë të mirat, shkojmë me tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Do prenja si jam ajo kasemalla që të dërgova di ato të dhënat se unë për aplikim vetëm ato më ka dhënë ai që më ka aplikuar. Dhe duhet ta di tani që ti çova mirë apo jo. Ku mi dërgove? Ti dërgova në Messenger, kasemalla nga prenjasi. Jo, ti më dërgove të dhëna, e dashur, edhe një, se dje nuk kisha kohë të përgjigjem. Unë kam se futem aty, sepse ajo është një adresë personale e jotja, kështu që mos ja jep çdo kujt atë gjë, sepse ti ke të dhëna personale. Jo, për mungesë mosbesimi, por mua më duhet dokumenti i aplikimit. Jo kjo është që futesh në Albania për të kontrolluar përgjigjen. Dhe përgjigja sa kohë nuk të ka ardhur. Aty ka aplikuar ai në atë në Albanie, edhe më tha ky është aplikimi ka që të kam bërë. Ky është numri i aplikimit, i kodit. Mira, ato po, pa ato që kam dërguar më përpara. Po pra, kur më përpara? Më ke nisur 2. Kam dërguar para një muaji. Në 25 shkurt më ke nisur. Po. Po, më ke nisur 2. Janë të dyja nga i Albania. Që do thot, një nga mesazhet e mia që janë 1, 2, 3 mesazhet e tua. Dhe një që më ke nisur kodin e gjurmimit që thot është në proces nga ASHK-ja. Por përmes kodit gjurmimit unë nuk gjej dot aplikimin. Aty ku futesh te kodi i gjurmimit, më dëgjoj pak me kujdes. Aty ku futesh te kodi i gjurmimit, do të klikosh një më lart që thot përdor. Moment aty që do të dalë gjithë faqja e formatit A4 si kjo që kam unë në dorë, por e shkruar me të dhënat që ke aplikuar, dhe ajo më duhet mua, më kupton? Unë nuk futem aty se nuk është etike një herë të futem unë aty, dakor? Po dakor, më nis dokumentin e aplikimit të dashur. Po, sepse ajo ka kod tjetër, do të vi ty kodi nga emaili, do të marr unë prap, do të marr edhe një herë tjetër se do vi nga telefoni. Po, unë prita atë kodin që thash të ta sjell tyja. Po. Se nuk ai që më ka bërë mua, që bërën letra, dhe ai më ka bërë aplikimin, mi po ai thotë unë këtë kam aplikuar, thotë tani në zdim vetra, dhe ti çova ato të dhëna. Okej. Shiko, po futem tani edhe ma nis kodi që do të vinë në telefon, ç'të them? Mirë, në rregull, mirë, faleminderit. Ju vendosi në pozitë kështu, por nuk është mirë, e kupton? Gjithsesi s'ka gjë. E kuptoj. Okej. Mirë, dashur, faleminderit. Mos ju, faleminderit. Gjithë të mirat, ma nis kodin aty pastaj. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjesi. Kam një pyetje për çështën e pensionit, nëse ke mundësi. Po. Ime shoqë bën tani moshën për të dalë në pension këtë vit. Edhe ajo shërben si kujdestare për nënën e cila është e verbër e klasit parë, kategorisë parë, do të thënë merr pagesë verbërie vjera, pagesë verbërie dhe ime shoqë. Këtë e bën për 6 vite të fundit. Tani do të di, se jam i paqartë se kam pyetur disa dhe nuk më ka dhënë një përgjigje saktë, nëse këto vite që i shërben jemës si kujdestare kanë efekt për pensionin e njëfën, kanë një... Dëgjoj pak. Kujdestarët që u shërben personave të ndryshëm, u llogaritet vetëm në rast se i shërben një personi që është tetraplegjik ose paraplegjik. Në të gjitha rastet e tjera pastaj jo. Ajo është e verbër e klasit parë, nuk është tetraplegjike. Nuk i takon shoqëruesit. Nuk i takon shoqëruesit. Jo, për fat keq jo. Vetëm ata që u shërben tetra ose paraplegjikëve, po. Ashtu, mirë Klodi. Faleminderit shumë. Hajde, faleminderit. Gjithë të mirë, dashur. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Quhem Adrian Kocani, jam qytetar nga Tirana. Po. Kam thënë një hall që kishe me arshivën e shtetit për transmitimin e gjyqit tim në Dërmi, për atë Rovolen, është 38 dënymshme,
është dokument bankare i ndodhet në arkiva, por nuk më ndihmoj arkiva, nuk ma ktheu dokumentin, bëra kërkesë, i dhash një kopje të tesha origjinal me bull me boj, se kështu kërkon gjykata. E ju thatë që do të pyesim, por nuk e di çfarë është bërë një gjë. Do të marr pas telefonit se ka një problem ajo i nderuar. Do të marr pas emisionit tash pas telefonit. E kam me telefonin, ky është numri i nusës, gruas fakt, se unë s'kam ofertë e inja. Më do të marr unë, nuk do të bëj zile, do të marr unë. Kuptoj, faleminderit. Për telefonatë shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, ndjes. Unë kam aplikuar për pension. Kam aplikuar për pension, po nuk u ka përgjigje nga i Albania. E para dhe e dyta i kemi nxjerrë këto dokumenta fizikisht. Ku mund t'i dorëzojmë? Aplikim për? Për pension. Në drejtorinë rajonale me postë zonjë. Në drejtorinë rajonale t'i futim këto dokumentat? Po. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit e juve. Për telefonatën, ditë të mbar, është larguar telefonuesi tjetër, presim pak sekonda, ora 8:11. Si për numrat në të djathtë ekraneve tuaja. Alo, përshëndetje. Apo s'kemi akoma. Një do të presim. Pak çaste. Okej. Alo? Mirëmëngjes. Me Klodi desha të fol. Klodi jam. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jo më në veri që ju kom morë para një javë Ergjin. Alo? Po, më thuaj. Që kom morë për punën e një ndalese nga pensioni. Për ku ju si shkresa për në linë thoshte te ka linë për marje tepër, ku ju këta veprima kanë bërë para 4 vjetë. Çfarë te ka lini? E ja të lexoj këtu ke shkresa. Nuk të dëgjoj mirë. Dhe bankës, urdhra? Nuk të dëgjoj mirë. Ta lexoj këtu ke shkresa, thësh që komorë ke mandati që komorë ke banka, ke dege bankës e shëndjerit. Thotë ndales debitore mbi masën e përfitimit. Shiko, të pensionit. Po. Po, janë bërë llogaritë nga auditi i nderuar dhe ka dalë me probleme. Ja, ta shpjegoj. Ky problem mas 8 vjetësh që kanë dalë pensionin. Po, edhe pas 20 vitesh kanë dalë nderuar. Shiko çfarë ndodh. Po. Ndodh që her pas here me bërjen e këtyre auditeve, mund të ndodhë që dikujt i është llogaritur pensioni gabim, në kuptimin që ka marrë më shumë nga sa duhet merrte, por ka edhe të tjerë që janë llogaritur gabim në kuptimin ka marrë më pak nga sa duhet merrshë. Dhe në të dy rastet mbahen lekët që dikush ka marrë tepër dhe jepen lekët që dikush i ka marrë mangët. Okej, të kuptoj. Kështu që në rastin konkret kjo është situata jote. Po unë kom pas këtë problem edhe para 3 vjetësh, edhe fola me Eminin atë kohë, e me ty dhe me Eminin atë. Po? Edhe minalum kështu jo 2 muaj, edhe nuk minalum tha është bo një gabim drejtim të jem, thënë pasaj jo nuk do të nalohen ma. Po pra, mua më kanë thënë para një jave që është në kushtet e ndalimit nderuar. Mund t'i drejtoresh drejtorisë përgjithshme me letër me shkrim për ta marrë edhe më të plot, sepse ne nuk na japin kështu me shkrim të gjë, por që duke pyetur në të përgjithshme këtë më tha. Vilës Emili në atë kohë rreth pas i shkrete më tha që të paguajnë ato që e kanë bërë gabim, tha ti s'ke faj. Edhe ne se ishte më bet. Po mirë, dakor, kështu moralisht edhe unë atë mendoj, e kuptoj, po ligjërisht pastaj është. Okej. Falenderoj, dashur gjithë mirë, ditë mbar. Faleminderit shumë për çfarë. Asgjë të lutem, faleminderit ty. Ikim me tjetër. Telefonues ora 8:14, pjesa e 3. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhroni. Alo, përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjithmonë të ka marrë shumë, po të marrë vetëm falënderim. Bravo si qoftë, kënaqemi kur ti zgjidh popullit tallet. Faleminderit. Bravos. Faleminderit shumë. Miru pafshim gjithë të mirat. Faleminderit dashur, faleminderit për vlerësimin. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhra. Po Klodi ndesha të lutem. Klodia. Klodi ç'kemi ja? Mirë. Tashi jam 62 vjetë, kam 21 vite punë. Si
si mund t'i bëje për të sosin këto vite për të marrë pension? Se kuptova, çfarë halli ke? Më bëhet pensioni me 21 vite punë. Shiko, pensioni bëhet me 15 vite minimumi dhe sa më shumë të ketë dikush, aq më mirë është. Më kupton? Po. Minimumi duhen 15 vite, pastaj sa më tepër, aq më. Rafsha Kloti, shtë do zemra. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Shkoj me tjetër, që është larguar. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Uleni zërin e televizorit, ju lutem zotëri. E je Klodi? Klodi, jam po ule zërin e televizorit. Po, e kam ullë. Dalëm pension me 3 kasit, me 3 prill, dalit tash. A mirë vitet e pension të ju? Të kuptova pyetjen ndërma. Dalë pension, am 1 vitet e pensionit. Çdo më thënë këtë. Dalëm pension me 3 prill. Po. A ka do lidhje, am 1 vitet e kooperativës? No, për pension, am 1 a ju? Po. Po pse shkojtë sigurimet shoqërore, më thonë ju? Po se të ka ardhur mosha akoma. Ha? Kur të plotësosh moshën, do të llogariten i nderuar. Mo me 3 më llogaritën, ha? Po. Përnes. Lutem. Përnes. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Po. Alo. Po. Të gjon Klodi? Të dëgjoj shumë mirë, po zërin televizorit duhet ta ullësh. Kam dal e ullë fare. Kam dal në pension para 2014. Edhe janë do diferencë që thonë të dashit prishë. Kojë do pensionet e 14, nuk e di. Të dëgjoj shumë keq, s'ke val aty, lëviz pak. Dal në pension para 2014. Po? A dëgjon? Edhe janë diferenca që këndalë në me të nëmërë përse këshuar ligji. Nuk të dëgjoj. Do rishikojnë apo jo nuk e di. Okej, do të ndërpresim se nuk e dëgjoj mirë fare, zotrin, për shkak të valve. Na merrni një moment tjetër. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Jam një dëgjues nga Buqiza, unë kam marrë para 1-2 javë. Më thuaj? Kam të botur për pension, unë i kam djerë në vetë të kooperativë që do falen fjalla thot shteti. Nga 78 dhe 1987. Po. Mirë për më në shkët këtë sigurime shoqërore këtu në Buqiz, ato thosë nga ka ardhë urdhën, ti pjesët të thamë për ditë urdhën që ka dalë. Çfarë moshe ke, zotri? 60 vjeç. Po, ti e herët, oj dashur. Si e herët? Po ti del në pension 65 vjeç. Jo, kam motrën, thash. Motrën, më falë, ndjes, me do se ke për vete. Edhe motra është herët, 60 vjeç del në pension 62 vjeçe. Ashtu, po. Kështu që e ka të sigurt llogaritjen e. I ka të vjetë dëgjuar, në? Po, patjetër që po. Mirë, faleminderit Klodi. Faleminderit ty për telefonatën. Gjithë të mirat. Kemi tjetër në linjë, në fundin e pjesës 3. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam apliku për certifikat pronësie dhe kam dërgu kërkesë aplikimin. Ma thuaj? Me 053 në fund. A nga telefoni? Po, jo, nga WhatsApp. Po pra telefoni, WhatsAppi? Po. 053? Po. Një moment. 68-26 apo jo? Po, eksakt. Po, e kam dërguar i ndërruar. E kam dërguar dhe besoj brenda kësaj jave, brenda sot ose nesër i bie. Të premten e kaluar kemi folur bashkë. Po. Kështu që brenda atij afati për kthimin e përgjigjes jemi pa merak, dakor? Shumë faleminderit. Përshëndes. Faleminderit ty. Përshëndet. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Klot. Urdhro. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Korça më. Korça, urdhoni. Jam i datëlindjes 62-27 janar. Kur mund të aplikoj për pension?
Kur e ke 1962-shin? Po, në 27 janar 62. Ti je 63 vjeç apo jo? Për sa i bje 27 janar 62. Po pra sa vjeç plotsove në janar? A bëri 63? Po. Ke edhe një 2 vite. Ka një 2 vite. 65. 65, kur dhe më thënë në 65 duhet të aplikoj. Po. Faleminderit shumë, urime nga Korça me Dëboro. Akoma? Majave ka ta shi i morava. Majeve bie Dëbora. Majave ka ta shi. Mirë, urime për emisionin. Faleminderit. Nuk e dëgjova këtë fundi, po s'ka gjë, do na marrësh prapë. Shkoj me telefonat tjetër, mëngjes. Shlarguar. Ndjes. Presim 068 99 00008 068 60 54 639. Kemi lënë? Alo? Mirëmëngjesi. Alo? Urdhëro. Klodi më dëgjoj? Dëgjoj shumë mirë. Kam dalë në pension para 2014-s, nuk di. Por të dëgjoj me shumë ndërprerje o i dashur, nuk e di pse. Po si shpjegohet? Se me goxha ndërprerje, po do në ulafare televizorin. S'ka lidhje televizori, është problem me valët. Am dëgjon dëgjoj? Jepi. Kam dalë në pension para 2014-s. Edhe nuk e di do eri shikim për këto apo se e kuptova pyetjen. Jo, i nderuar, është folur her pas here, jo kështu zyrtarisht, por deri tani nuk ka asnjë nismë konkrete. Mirë do ishte sa jeni penalizuar pa drejtësisht. Mirë, të falenderoj dhe kandidaturën për deputet se ke fituar 100%. Këta po bëjnë luftë madhe për vete, ti thua deputet. Kush të lë atje? E kupton tani po bëhet luftë. Bashkohu me Elena Kusaqin edhe të 100% e ke kandidaturë. Më vlla, bashkoj me veten unë se kështu pastaj thon. Nëse me bashkimin nëse do bëhet me ju, jo me të tjerët. Faleminderit shumë i dashur për të gjithçka. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Presim pak thot Lendi. Presim pak. Jemi në fundin e pjesës së tretë. Përpara mbylljes përfundimtare. Mirëmëngjes, urdhëro. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. E të uroj një mjes të mbarë. Desha vetëm 3 pyetje për të bë. Jepi. Kom punu mund nga 77 me fjalë, kom vazhdimisht kom i punësuar, vetëm se kom bë 27 muaj ushtri, a njifet si për pension? Cila njët për pension? Kohë e ushtri si kom bë, 27 muaj edhe kom marrë prapë në punë, edhe kom vazhdu deri patjetër me 1 dhjetor të 92-shit. Të njihet. Zyra e punës më ka paguar për kraje sociale. Të njihet. Për kraje sociale njihet. Ore, për kraje sociale jo, ushtria po. Për kraje sociale jo, po pagesë pa punësie kom marrë një shkurt në 23 unë deri në 31 janar. Ke marrë asistencë? Asistenca pra, po. Asistenca njihet. Po, në rregull, me fjalë për kraje sociale dhe pagesa pa punësisë nuk njihen, vetëm asistenca. Edhe ushtria. Asistenca dhe ushtria po. Bravo, shumë faleminderit për sqarimin. Pyetja tjetër se 3 më the, apo këto ishin? Po ja këto ishin pra, për kraje sociale, për ushtrin edhe për asistencën. Këto ishin 3 pyetje. Super. Shumë faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Presim, Më the reklama let apo jo? Ok, ndjes, e dëgjova unë keq. Telefonata mirëmëngjesi. Alo? Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zoti Klodi. Urdhroni. Më falni, Luan Meja ju shqetëson. Kush? Ju ka marrë disa herë në telefon. Kush jeni? Luan Meja. Po. Nga Durrësi. Po, Luan. Ju kam telefonuar disa herë. Kam një problem ke sigurimin shoqëror, më the prit një javë. Të prita 10 ditë. Një përgjigje nga ju nuk morra. Një sekondë i dashur, se unë nuk është se kam përgjigje dhe nuk e jap, edhe unë përgjigje pres. Jo, më thatë shprehimisht vetë që
do prishin dhe javë ju prita 10 ditë. Kur do marrë përgjigje për ju? Mirë, okay. Kur të na vi përgjigje e nderuar, shkojmë publicitet dhe vim pas pak në pjesën e fundit se kjo lloj prepotencë kështu tani është vërtet e tepërt, pasi shikoni, po ndjes lën vetëm 10 sekonda. Në momentin kur ju vetëm unë, po çdo kush ju thot për një përgjigje, në rastin konkret për shembull të Luanit, që duhet pristi 1 javë apo 3 ditë, unë këtë 1 javë nuk e nxjerr nga vetja. Më thuhet, ju them, mund të kaloj 1 javë nuk më japi përgjigje, po nëse edhe këtu kam unë përgjegjësi pastaj është pak e tepërt. Kalojmë në publicitet dhe vim pas pak në pjesën e fundit. Themi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit, në këto 20 minuta të mbetura, vijon komunikimi me ju në 068 60 54 639, në 068 99 00008. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Alo. Urdhëro. Jam një qytetar nga Këlqira, bashkisë Këlqirë. Po? Dhe kam një përshëmur dhe të meta mendore e ta mendimës, kategorie 3. Ka 25 vjetë të e mendimës. Po? Ata nuk e kam paguar në kategorie 3, po e kam paguar më pak. Unë nuk e dinja në ashti këtë muajt e fundit e kuptova që e kam paguar në ashtë. Gjera ata më reguluan vetëm 3 muaj e të tira si reguloj. Po pra, a e ka reguluar tani? Këto 3 muaj, po ato që ka dikur? Ato do të adresohesh shkembit e pror me kërkesë me shkrimin e ruar për ta kërkuar. Po unë nuk e marrë në shkembit e pror atë. Nga e merë? Nga bashkia. Bashkisa atëherë? Po e bashkisi i vajta unë dhe ata... Jo, me letër I dashur. Me letër? Me letër me shkrim, o? Po gjerë njeri atjo. Me letër me shkrim, prandaj se s'të lë njeri, po the me letër. Po atje s'ka njeri orë, O I dashur, po me letër, mo shkrua një letër dhe ja çon posta. Po a I ndim si pas une për pensioni shkruen? Jo, nuk I llogariten vetëm atyre që u shërben tetraplegjikëve dhe paraplegjikëve. Faleminderit. Faleminderit e ty. Për telefonatën, presim tjetër. Mirëmëngjes. Okej, është larguar. Presim tjetër ne. Në pak sekonda. 068 60 54 639 068 99 00008. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro? Po, pse kështu? Nejse. Kaloj me tjetrën. Alo? Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Isha interesuar. Si? Po ule zërin televizorit, të lutem. E të florin, fakt. Ule zërin televizorit, të lutem. Po, e ule. Më tuaj. Po, jam e interesuar me të kolonoskopin. Kam një që kanë pyetje dhe disa qytetarë të tjerë. A zhvur funksionim të spitalet? Po, zojnë, pa tjetër. E kisha numrin 588. E di dhe ajo që ne marim si përgjigje është që do të kontaktohen vetë personat. Faleminderit, sikur ne kanë marrë numrat e telefonit e po prisim radhën, prandaj tash maqeniva dhe sa qytetarë që intereson. E sakt. Faleminderit. Të lutem dashur, faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Ditë të bukur. Shkojmë me tjetër, 8:33 minuta ora, jemi në fund, thuajse, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Nga Kuksi ju marr. Me Klodin desha të komunikoj. Klodja, më urdhoni. O Klod. Po. Pare ju përshëndes për misionin. Faleminderit. Ju uroj shëndet dhe mbarësi në jetë. Shumë faleminderit. Kisha një problem lidhje me një niptimin, ka lindur invalida, ka lindur nuk ecën, as nuk flet. Edhe dje shkoja I dhëndëri me marrë lekët e pensionit,
për shpërblimin as për djalin e smur, as për vajzën nga paguhen. A i takon shpërblimi? Nëse paguhen nga bashkia jo. Jo bashkia, e merr si gjithë invalidët të tjerë. Po duhet ta saktësoni, nëse merrem nga bashkia jo, nga sigurimet po. Bashkia duhet t'ja jap të shpërblim 50 apo 100? Po nëse paguhet nga bashkia me këtë pagesën e invaliditetit, nuk e përfiton. Më kupton? Shpërblimin, a? Po i dash. Më falja, faleminderit për përgjigjen. Asgjë fare, të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër, në këto 15 minuta të mbetura. Mirëmëngjes. Zoti Klodi. Urdhëro. Jo, më falë se të shqetësova dhe ja dy gjata shi. Unë ta kam shtjellu problemin tim. Problemi jem shumë i thjeshtë. Letët i kanë aty. Ju lutemi shumë, se është kjo zgarritje ka shime, ku janë dhe invalid. Po? Jam një invalid nga Durrësi më zemra. Kam telefonu disa herë. E di që më ke telefonu disa herë, po mënyra se si drejtohesh i nderuar është... I kam drejtuar drejtorisë renale të Durrësit, e di, edhe ne jemi drejtuar i nderuar dhe. Po, ju lutem. Faleminderit i dashur, faleminderit. Ikim me tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem zoj. E kam ullur zërin, s'ka më ku ta qoj. Klodi. Alo. Klodi, përshëndetje dhe njerë të thasë dhe njerë më kujto. Jam në Rusja. Du të ullur zërin televizorit. Ja ullë fare. Po fare, pra. Unë e shkreta, jam qëryk. Urdhë? Ja ulla fare. Urdhëro shpirt. Jo, pra ta lektet persekutuare, të jam me Rusja, që të kam marrë një, është e treta herë. E di e dashu, dhe 3 herë të jam përgjigjur. Çfarë kosti ke marrë? Dëgjoj dashu, ne kemi marrë vetëm 3 këste. Po si vetëm 3 këste, o shpirt, se i 4 po shpërndahet, i 4 tani po shpërndahet, o zemë. Nuk po shpërndahet i 4, a i sa dje po shpërndahet kësi parë. Ç'është kësi parë? Zonjë, edhe njërë. Aktualisht është duke u shpërndar kësti i 4. O Klodi, si një lafe, 2 lafe, të bëftë në në akë, kujdesosh, mos e mundon nënën. Unë jam një pleqeri shumë e madhe. Unë nuk kam që dua ku të vdesëm, një dua sot se jam e smurë. Po është duke u shpërndar, o shpirt, është me radha jo gjëja. Thjesht duhet prisni dhe kaq. Po s'flasin televizori fare, more biri nënës. Po televizor jam duke ta thënë edhe unë, o shpirt. Mirë, vetëm ti, ama të tjerë s'ndijen as gazeta asgjë. Kësti 4. Jam me lek në të lutem. Oke, mbyllë se të kontaktojnë pas emisionit. Ma shënoj emrin të lutem. E di, o shpirt. A të bëftë nënë, hajtë, miru pashim, shëndete të mira të përqafoj. Ik mos harxho, e mbyllim. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Klodi. Po. Më falë që të mora prap, jam ajo një zonjë që të pola dje. Vetëm ule zërin televizorit, të lutem. Më thuaj, zonjë. Dje më thatë që të tërgoj një aplikim që kam bërë për hipotekën, për lidhje me pagis me tokës. Po. Për të marrë hipotekën e tokës. Unë të dërgova në Instagram, për nuk kam e sigur që ta kam dërguar mira për e. Me emër? Nexmi Dangli. Në Instagram? Po. Nga adresa e këtij personi ma ke nisur? Po. Jo, ma ke nisur sot? Sot ta dërgova në mëngjes. A ta se dhe dje, po? Po si jam e sigur që ta kam dërguar mira për e. Po dëgjo pak. Se pas ke marrë një përgjigje. Fol. Po dëgjoj. Po pra ke marrë përgjigjen. Objekti dhe parcela thot prek në pronë shtet dhe pronë të tretëve. Pas miratimit, duhet një vendim I Këshillit Ministrave që në dijenin time ende nuk është miratuar. Se kompensimi do të vijojë me procedurën e regjistrimi I parcelës ndër timorën favorin tuaj. Nuk ka kaluar ende. Shiko, e dashur,
Mos bëni veprim tjetër, sepse në momenti që ajo kalon juve njoftoheni. Po, unë ju mora dhe ju me që ty Klodi që të më ndihmosh. Po. Se këtë aplikimun e kam bërë ka 3-4 vit. Edhe jam interesuar. Jo, s'është 3-4 vit, në 2023 ke marrë përgjigje të kësaj. Po përgjigje, unë kërkesën e kam bërë ka kaq kohë. E di, po përgjigje në 2023 ke marrë. Ajo VKM-ja nuk ka kaluar akoma. Kam shkuar në 2 noter që kam kërkuar dhe nuk po gjej zgjidhje. Po nuk është kompensuar pronari, zonjë. Sepse prona dhe parcela prek në... Unë çuditem, unë duhet pagoj lekët, nuk refuzoj për të paguar lekët. Jo, po duhet të kompensohet pronari, jo shpirt. Po kupton? Po mos i dërgova lekun, si do kompensohet pronari? S'ka lidhje me këtë, është proces tjetër, nuk ka lidhje me këtë, dashur. Jo thjesht duhet prisni momenti kur të miratohet kjo gjëja. Dakord? Faleminderit, po këshe mundësi mund të më ndihmosh. Kam dhe një kërkesë tjetër. Këtë aplikim që e bërë, kam në emrin me Xhmit Dangli, po buri para pak ditësh më ndroi jetë. Ngushëllime. Ka problem? Këtu ka problem. Jemi të dy të regjistruar, po. Po, këtu ka probleme. Ka problem sepse duhet asgjë, të lutem. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Përshëndetje na vjen nga mali i Shendit Tomorit. Ju përshëndesim edhe neve. Nga pjesa e poshtme e malit të Dajtit. Alo, përshëndetje. Shlarguar, bukur, presim momente për tjetër në këto 10 minuta të fundit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kam marrë një fjatë të punë e pensionit, por kur nuk kuptojmë mirë neve, do të marrim përsëri. S'ka gjë, më thuaj. Unë dalë tani në gusht në pension, e kam bërë 60 vjetë e 10 muaj. Më kanë ardhur vitet e punës që kam të mbledhur në 78. Ne edhe dyshin sot atje, po ditë pune, pa vite nuk figurojnë fare, ca na 50, na 60, vetëm një vit kam me 300. Plus edhe ato lejet e lindjes nuk kanë ardhur. Si bëhet kjo punë? Nuk kanë ardhur lejet e lindjes? Po, edhe vitet e punës, nuk janë vitet e punës, janë bosh vitet. Neve punoni ma here, kur të lindet rrinje në shtëpi atëherë. E di. Po nëse, shiko, ka një rregull, që në rast se ato nuk janë të sakta, nuk njihen. Nuk njihen, e? Jo. Të ngelen pa pension, thojti, e? Po jo, lejet e lindjes nuk të njihen, nuk është se nuk të njihet e gjithë periudha e viteve të punës, apo jo? Po nuk, janë ca vite, janë bosh. Po ka pasur probleme në atë kohë, zonjë, kupton edhe. Ku ke punuar në... Në kooperativë. Tani edhe vitet në kooperativë apo vetëm ato të lindjes? Edhe kooperativës janë... Çfarë moshe ke? Çfarë moshe ke, zonjë? I kam bërë 61, ashin në gusht dalë 61 10 muaj. Po do të njihen me këtë ligjin e ri, zonjë, pa merak. Mirë? Po, në qoftë se më vona e vitu, kam për të paguar, po më thot ajo sigurime, po si kam bërë 15. Po, mund të paguash, po s'mund të paguash më shumë se 15 pastaj. Jo, se na 78 ai kam te unë në 92 thosha atje në fund letra, aq vite kanë ardhur. Po pa asnjë vitet e më të shumta. E qartë. Mirë, do të llogariten me ligjin e ri e tash. Dakor? Që thonë ato janë bosh vitet më do më llogariten, e? Po. Me ligjin e ri. Shumë faleminderit o Klodi. Asgjë fare, të lutem. Po. Edhe të marrim. Ti lëm hapësirë të tjerëve dashur. Iki me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. To vitet i 1994, a miratoi ligji? Po. Sepse unë aplikova, aty thot emri është në libres, në përdora nuk është, si spjegat, në paguat. Çfarë moshe keni? Si? Jo, nuk të llogariten nuk të njihen me këtë ligjin. Jo. Jo. Faleminderit dashur. Mirë. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes.
Alo? Alo? Kemi telefon? Okej. Shlarguar. Presim për pak çaste. Në këto minuta të fundit të emisionit, 5 minuta, 8:44, 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 prej orës 7:20 në komunikim së bashku, si çdo ditë në fakt nga hëna në të premte, pra 7 deri në orën 9. Edhe për takimin e kësaj të ende të datës 20 mars 2025. Okej. Kemi lënë apo akoma? Oh. Alo? Urdhoni. Alo. Urdhëro. Alo. Ule zërin televizorit, të lutem. Po, ja, po ul. Alo. Alo. Urdhëro. Jam një qytetar këtu nga Tirana. Po, më thuaj. Kam bërë aplikim për naftë për tokën në Korçë. Që në marsin e vitit kaluar. Okej. Dhe kam vajtur, e kam bërë në BKT-ja, për këtu në Tiranë. Po. Kam vajtur 3 herë, dhe më thonë, s'ka dalë, si dhe. Çfarë s'ka dalë? Certifikata? Nuk më ka dalë ajo e naftë, si marri naftën, bujë si punësua. E kuptova. Po, ndoshta s'do kesh qenë pjesë e kategorisë përfituese, apo jo? Po, unë kam marrë për vitja, si vjetë së mdel. Si? Kam marrë për vit që më ka dalë ligje gjitha që e kam marrë, se unë kam 3 hektar tokë në Korçë. Po, duhet verifikuar, si e ke emrin? Vasil Mersin Hyseni. Vasil? Mersin Hyseni. Hyseni, ha? Po, kam aplikuar në BKT në Korçë, dhe kam bërë numër në llogarisë BKT Tiranë. Në cilën zonë të Korçës? Zonë Bulgarecit. Në Bulgarec. Duar njësja Bulgarecit. Okej. Mirë, falenderoj shumë. Kur ma do më japë përgjigje, apo ta verifikosh pa? Bravo, do verifikojmë pastaj. Mirë, faleminderit ty nderuar për telefonatën. Do të presim tjetër. Mirëmëngjes. Shlarguar. Ndoshta një telefonues të fundit me gjas ose para fundit. Në varësi të kohës në 068 99 00008 068 60 54 639. Ora është 8:47 minuta. Alo? Okej. Shlarguar. Mirë. Presim pak momente për telefonatën e fundit për ditën e sotme, për këtë të njëjtë të datës 20 mars, ku kemi qëndruar së bashku prej orës 7 të mëngjesit të sotëm, dhe jemi thuajse në përfundim për të pritur dhe një telefonat të fundit për këtë të njëjtë në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. O Klodi. Urdhëro. Po, më për në film Marsit. Ke pa do që të mojnë dhe invalidet dhe ato ndimat ekonomike që të mojnë shpërblime, ka dori këtë ari që s'po jep kë. Jo, që nuk ka dalë në fakt. Marsit, për pensionat e pranverës. Shpërblimet e pranverës. Po, pra, vetëm kategoritë që paguhen nga sigurime shoqërore, ndërruar. Aha. Po mirë, le që jena invalid grupi parë, në takone? Vetëm ata që paguhen nga sigurime shoqërore. A, kuptoj. Mirë, Klod, ne po Allah vëllaj, po se... Jo, mora asë gjë fare. Jo, mos e konsideroni të tillë, nuk ka asë loj... Zotit të faleminderit. Problemi. Asë gjë, të lutem, faleminderit e ty.
për telefonatën, sepse unë ndanë në kategori urdo. Okej, ikim. Faleminderit gjithëve që u bashkuat dhe ishit pjesë e emisionit për takimin e sotëm. Do të jemi sërish gjatë ditës në lajme dhe nesër në program. Ditë bukur, ciao.